Një nën me foshnjën e saj 7 muajshe ishte arratisur një natë të errët nga kampi i internimit në Berat dhe pasi kishte kaluar rrethimin me tela me gjemba, kishte nisur një kalvar të gjatë për t'u kthyer në malësi, në Nikaj Mërtur, teksa shihte foshnjat që vdisnin çdo ditë në internim, të sëmurë dhe të keq-ushqyer dhe të varrosur buzëllumit të sum, i cili u amerrte eshtrat sa herë fryhej prej stuhive, ajo ishte betuar se do ta çonte gjalla vdekur foshnjën e saj 7 muajshe në vendlindje, të paktën të kishte një varr ku ta qante, por si do ta bënte vetëm ajo gjithë ato rrugë në këmbë nga kampi i Beratit në Nikaj Mërtur, si do t'u shpëtonte kontrolleve ajo e arratisur nga kampi i internimit, si do t'u ushqeheshin për 18 ditë me radhë në atë shtektim të paimagjinueshëm. Gjithçka kishte nisur pas arratisjes së të shoqit me mbi 30 burra të tjerë të rezistencës për të mos rënë në duart e komunistëve. Bute Det Ndrejaj, si dhe shumë gra të familjeve me antikomunistë të arratisur, po përjetonin hakmarrjen e regjimit. Mes atyre që duhej të paguanin çmimin më të lartë, ishte edhe ajo, gruaja e Bub Matoshit, Bute Brahim Det Ndrejaj, bi e ndrevatajve nga Curra i Epër, një nën që mbeti me 3 fëmijë të vegjël, më i vogli 7 muajsh dhe më i madhi 6 vjeç. Ajo kishte ushqyer për 9 muaj rresht burrat antikomunistë të rezistencës. Për këtë krim u arrestua nga sigurimi së bashku me djalin e saj 7 muajsh, Pjetër Det Ndrejaj. Me njëherë lajmi i arratisjes u përhap dhe sigurimi nuk mund t'ja falte. Nuk mund t'ja falte arratisjen. Edhe kur Fisi po festonte ishte shtatori dhe Fisi po festonte zojën e Mërturit, festën e shejtores pajtimtare të Fisit, sigurimi mriti në fshat, filloi terrorin gjitha familjet e të arratisurve, filloi arrestimet. Aty u arrestua gjyshja ime, Bute Det Ndrejaj, bashku me djalin 7 muaj. Ajo që kishte ushqyer dhe mbajt grupin e rezistencës për 9 muaj. Siç rrëfen Plumbi bashkë me gjyshen e tij, Buten, kishin arrestuar edhe prend Marg Det Ndrejajn me 2 vajzat e mitura, Zojën dhe Lezen, si dhe Lul Mirashelek Ndrejajn me vajzën 3 vjeçare Zojën. Lula ishte shtatzën dhe do të lindte vajzën e dytë Pashkën në kampin e internimit në Berat, e cila humbi jetën në muajin e 7 të jetës pas transferimit në kampin e Tepelenës. Ajo edhe sot rezulton pavarr. Po ashtu, edhe bashkëshortja e arratisurit tjetër Gjon Bala u arrestua bashkë me djalin e vetëm, Nduen, i cili vdiq gjithashtu në kampin e internimit. Edhe ai pavarr. Kalvari i internimit do të ishte i rëndë dhe aty nis të shfaqet edhe forca mbinjerëzore e këtyre grave malësore. U arrestuam dhe u çuan në tropojnë e vjetër. Në tropojnë e vjetër ishte si qendra e rrethit. Aso kohë, aty u grupuan të gjitha familjet e të arratisurve dhe i shpërnan në kampet e internimit. U nisën drejt Beratit me kamiona. Në kalan e Beratit u vendosën në tela me gjemba, me roje, me punë detyrueshme, terrori, dhuna, e gjithanshme ishte prezent, keq-ushqyerja, smundjet. Aty filluan nga smundjet dhe keq-ushqyerja që të vdesin fëmijët e të arratisurve. Dhe sigurimi për të fsheh gjurmët e krimit i varroste në ranën e Osumit, në zhavorrin e Osumit, që me njëherë sa të rritet lumi Osum nga shirat, të zhdukeshin dhe të shkonin në det. Gjyshes time i smore djali Pjetra, dhe ishte pa shpresë, as nuk ushqehi, edhe gjini kishte filluar t'i marronte se nuk kishte ushqim, nuk e mbante dot shpirtin e vet, me aq ushqim sa kishte. Edhe për kjo u gjen në një vështirësi të jashtëzakonshme. Duke pas parasysh se humja e eshtrave është tragjike për një shqiptar, sidomos për malësorin, ajo ju betua vete se unë ose të gjallë ose të vdekur, djalin do ta çoj në shtëpi. O të gjallë në shtëpi, o të vdekur në varrezat e veta, parve të vet. Dhe ashtu bani. Thuri planin me mendjen e vet,
Dhe një natë pas mesnate doli nga telat me gjemba dhe u gjen në rrugë. Nuk dinte as rrugë, as vend, as orientim, por busolla e një nane është instiktet e një nane janë shumë të forta kur i preket krijesa e vet. Vazhdoi rrugën, në mëngjes orientohej nga dielli dhe kuptoi se në çdo drejtim duhet ecte, nuk ishte asnjë lloj informacioni, ushqehej me fruta të pyll, ata pak fruta të pyllit që gjenden, me misra në përarat, si ishte koha e misrave, nëse ishin të njom të pa bëm akoma. Flente poshtë urave, flente në për varreza, gjatë ditës, dhe vazhdonte rrugën kështu në drejtim të Nikaj Mërturit, me djalin në shtëpinë. Në një kohë, po qëndronte në një palë varrezat të Lushnjës. Ajo, kur varrezat vizitoheshin nga dikush tjetër në afërm që kishte të vdekur aty, ajo ulte kokën dhe çante pranë një varri që ishte si i pasheja që të mos diktohej se kush është. Në një rast një grua shkon e ngushllon dhe kjo vazhdon e çan dhe nuk flet, sepse kishte frikë që do njoh nga dialekti dhe do ta dorëzonte. Dhe gruaja largohet duke thënë: "E gjora grua", e pas ka lënë burri si mos ma keq me fëmijë të vogël. Duhet kujdesej gjithmonë në kalimin e urave se ato kontrolloheshin. Pas gati 2 javësh arrin në Shkodër, Shkodra si gjithmonë rrinte e rrethume dhe duhet kujdesej për kalimin e urave të lumeve në Shkodër. Me mundim të madh, duke surveju shumë kohë, i kaloi urat dhe filloi të ngjitej drejt Dukagjinit. Aty frutat ishin më të pakta, lodhja, stresi, mundimi, frika, ishin po alat të regjimit dhe kërkonin me mposhtë. Por ajo sa hap që hellte ma përpara, aq forcë merrte. Arritin malsinë e Dukagjinit dhe aty e dinte që në përprej ka mulli. Nëse ishin vitet e Zis Buks, ajo priste diku larg mullive, sa ai që kishte shkuar për të bluë, maronte dhe merrte atë miell dhe ikte për shtëpi. Kjo shkonte e fshinte, e merrte atë miell që gjete, e bënte në shplakën e dorës dhe ja jepte djalit për t'i mbajtur shpirtin gjallë. Ditë pas dite, arrin pas 18 ditësh, arrin në fshat, arrin kundra fshatit, aty ndalon, falënderon Zotin që më në fund arriti dhe aty nuk duroi i shpëtuan lotët. E dinte që edhe fshati është tokë e minume, se nuk do zgjas shumë pa ardh sigurimin der, por e dinte që djalin e çoi në shtëpi. Me njëherë sa shkoi në shtëpi, u informu sigurimi, erdhën gjithë dhe kërkonin kush e ka ushqyer me bukë, kush e ka ndihmu, nuk besonin që një nan mund të ishte kaq e fortë. Nuk besonin kur që një nan mund të vinte nga Berati në kam në Nikaj Mërtur. Edhe aty e arrestuan bashkë me djalin sërish. Si që rrëfen Plumbi, në këtë moment kritik për familjen e tij, shfaqet mësuesi Ndue Gjelosh Progni, biri një dere fisnike nga Nikaj Mërturi dhe me shumë influencë në atë zonë. Më vonë edhe ai i dënuar me burgim të gjatë nga komunistët. Ai ndërhyri dhe u bë garant për jetën e Pjetrit dhe fal tij, djali shpëtoi pa u ndeshur edhe një herë me rrugën e mundimeve në përkampet e tjera të internimit. Në tropojën e vjetër, ku ishte qendra e dorëzimit të taksave dhe e detyrimeve të çdo familje, ishte ndodhur atë ditë edhe Lin Dedja, nëna e Prel dhe Gjergj Sadris, e cila kishte shkuar për të dorëzuar detyrimet e familjes së saj ndaj shtetit. E prekur nga vuajtjet e familjes Dendreaj, ajo e mori Pjetrin në shtëpinë dhe e çoi në shtëpinë e saj, duke sfiduar rrugën e gjatë, lodhjen, raskapitjen, urin, por edhe frikën nga persekutimi, pasi po ndihmonte një foshnjë të shpallur armik. Kurse gjyshja ime bute u dërgua në kampin e Tepëlenës kësaj rradhe, ku ishin armiqt më të mëdhej të regjimit. Shkoj në kampin e Tepëlenës, aty gjeti gjitha kolegët e veta, gratë të arretisurve me burrin e saj, disave u kishin vdek fëmijët, ishin pavarë, janë edhe sot pavarë, dhe qëndroj aty deri në mbyllje të kampit.
Vite më vonë, nën Butja i kishte rrëfyer nipit të saj vuajtjet e tmerrshme që kishin hequr në Tepelen. Në kampin e Turanit, ajo kishte gjetur nënën fatkeqe të gjelosh dhe ndue Prognit, Sofin, së bashku me 2 rejat e saj, Zojën dhe Pulën, të cilat po vuanin pasojat e qëndresës së burrave të kësaj familje fisnike. Njëri nga djemtë e saj nduen e kishin vrarë, edhe ai ende sot nuk e ka një varr, ndërsa gjeloshin e kishin burgosur. Po në kampin e Tepelenës, ajo kishte takuar edhe Drande Jaken, që ishte dërguar më parë së bashku me fëmijët e saj në atë kamp. Asaj do t'i vdiste djali i mitur në kampin e Turanit, e për të mos lejuar që t'i humnin eshtrat, ajo e kishte zhvarrosur natën dhe për ditë me radhë i mbante eshtrat e tij në një stëk, derisa doli nga internimi dhe e varrosi pranë të parëve në fshatin e lindjes. Ndryshe, prej bashkëvuajtësve të saj, në atë vend ferr, nën Butja të paktën ishte e qetë, se fëmijët i kishte lënë në fshat në për të afërm, me shpresën se do t'i gjente gjallë kur të kthehej. Më pas e sollën në Lushnjë, në kampet e Lushnjës, dhe më pas për 9 muaj me punë në Tiranë, ku po ndërtoheshin pallatet, ajo thoshte Tirana e re, po Tirana e re që uj kudo se po ndërtohej. Dhe punoj 9 muaj në ndërtim pas i gjë dhe në fund t'u kthye në fshat, tek familja e vet. Fal sakrificës dhe mundit saj, djalin e shpëtoi dhe djali vazhdoi jetën. Ndërkohë që familja kalon të këtë kalvar vuajtjesh në Shqipëri, përtej kufirit, bashkëshorti i arratisur i Butes jetonte me ankthin e përditshëm dhe e merakun për familjen e lënë pas. Siç dëshmon edhe vet Bub Matoshi, në intervistën e tij dhe në fund të jetës në vitin 1990, kalvari i tyre në përkampe në ish Jugosllavi do të zgjaste për 5 vite dhe vetëm në vitin 1956 do t'i nisnin për në Belgjik si emigrant politik. Gjatë kësaj kohe do të vuanin të dyja palët, të arratisurit në kampet jugoslave dhe familjet e tyre në kampet komuniste në Shqipëri. Historia e pabesueshme e Butet dhe Ndrejajt, që ishte arratisur nga kampi me gjithë foshnjen, kishte marrë dhenë edhe jashtë vendit. Ajo histori epike madje kishte bërritur edhe në veshin e bashkëshortit të saj Bub Matoshit. Është e çuditshme se edhe në ato kohë ku vendi ishte izoluar dhe kishte mungesë informacioni, edhe në emigracion ishte përhap lajmi për ikjen e saj nga kampi internimit. Edhe në ato kohë njihej për heroizmin e saj për ikjen nga kampi internimit, se atë nuk mund ta bënte kushdo. Kjo sikur i kishte dhënë krah edhe gjyshit. Më kanë thënë shqiptarët në Paris 93-shin kur kam shku. Ata kishin marrë vesh gojarisht ata, ose nga njerëz që janë arratis nga Shqipëria të mavonshëm, ose ka shkruajt dikush në i letri ka shpëtu sigurimit. Në Shqipëri, si që rrëfen Plumbi, hakmarrja do të vijonte gjatë, dekad pas dekade, deri në ditët e fundit të regjimit. Ishte një katastrofë e vërtet. Vërtet unë kam përjetu të merë, sepse zona jonë është shumë e thyrë. Njëkohësisht edhe fshati është terren malor. Edhe kushtet e jetesës normalisht që do ishin të vështira, si do që t'ishte, por kur kishe edhe sistemin që nuk të lente me ecë asnjë hap përpara, kjo e bënte shumë të vështirë jetesën. Gjithmonë na ka nejtë shtëpia rrethuar me 9 midis malit. Gjithmonë na vishin policë. Qëndronin rreth shtëpisë, na vishin për festa fetare, a mos kemi ndezë shiri, a mos kemi therë ndoj pul, kemi lënë shenjë dikun. Gjithmonë, unë jam rrit duke më thënë armik i betuar i popullit e i partisë, që kur isha fëmijë. Kjo e bënte të tmerrshme. Por i matë më thoshte, ti veç mëso, mos ki gajle. Ti veç mëso, se një ditë regjimi do të marrë fund. Një ditë kjo e keqe do t'ik nga shqiptarët, se nuk ka mundësi me zgjatë përjetësisht. Ishte e vështirë se gjithmonë armik, që fëmijë armik, shkolla. Unë kam shku në gjimnaz, nëse gjimnazin e kisha 3 orë rrugë më shku. Kam shku 2 muaj i gjysmë me vënesë, se nuk më lenin. Dhe aty, imagjino që nuk ishte konviktas, nuk ishte kur gjë. Do të shkoja 3 orë rrugë me shku, 3 orë me ardhë.
6 orë rrugë në ditë, 4 vjet i kam bërë. Dhe manej nuk bëj fjalë për shkollë të lartë derisa sistemi urzu. Vllai im dhe motrat e mia nuk patën asnjë lloj shansi për të vazhduar shkollë, nuk bëj fjalë, vetëm sa mbaronte 8 vjeçaren i caktonin planin e punës, duhet të shkojë në kooperativë. Ishte vështirë. Ishte tejet e vështirë. Vështirësitë më të mëdha kishin qenë për Buten, e cila do t'i bënte balljetës e vetme me 3 fëmijë të vegjël për të rritur dhe me hakmarrjen e komunistëve që i qëndronte mbi kokë si shpat Damokleu. Sofia, fëmia i parë, ishte vetëm 6 vjeç në kohën kur u arratisi jati Bub Matoshi. Nikola, baba i Plumbit, ishte vetëm 3 vjeç dhe Pietri, foshnjë 7 muajshe. Të ndahesh nga i zoti i shtëpisë, të përballosh gjithë ato fatkeqësi, rradhazi, të përballosh dhunën, terrorin sistematik, ishte shumë e vështirë të mbijetoje. Por një gjë, kur nuk e kemi menduar me lanë vendin. Unë kam pas mundësi që pas në demokraci kam udhëtuar disa herë jashtë. Kam pas mundësi që të jetoj jashtë, por kur nuk e kam menduar me ndërtu jetën diku jashtë, sepse për këtë vend kemi mirë avjet që sakrifikojmë. Kemi jetuar në ato male me shumë mund dhe sakrifica duke ruajtur gjithçka shqiptare. Nuk ka mujt kërkush me na ndru asgjë. Nuk ka mujt kush me na ndru kulturën, zakonet, dokët, besimin. Që kemi pas fatkeqësi të jashtëzakonshme dhe i kemi përballuar, por pa u lëkund. Edhe pse të ndarë me peshën e mallit dhe merakun që i gërryente pa pushim, Bub Matoshi në emigrim dhe bashkëshorten Bute me fëmijët në Shqipërinë komuniste, familja, siç dëshmon edhe Plumbi, do të përjetonin edhe presionin dhe survejimin e pandërprer të sigurimit të shtetit. Në emigrim, Bub Matoshi do të mbajnë në survejim të pandërprer dhe po ashtu edhe familja në Shqipëri. Kjo dëshmohet qartësisht edhe në dosjen e tij të sigurimit. Me hapjen e dosjeve të sigurimit shtetit, ishte një dosje e gjyshit tim, e familjes time, ishte dosje traumatike. Aty kishte dokumenta që gjërat mund të kishin shkuar edhe më keq. Unë kam gjetë dokumenta që organet e sigurimit kishin kërkuar skuadër pushkatimi për Nikaj Mërturin që qëroi çdo element që nuk i bindet pushtetit. Aty kam gjetë dokumenta që gjyshi im ishte përndjek dita ditës në Belgjik dhe në Paris deri ditën e vdekjes që është mbyll dosja. Kam gjetë gjitha bisedat që janë bërë në festa familjare me shokët e vet që ishin të arratisur, që ishin vendosur në Paris. Por një gjë, unë se përdor shpesh krenarinë, se për mua është diçka shumë e madhe. Sinqerisht, kur kam lexuar dosjen, jam ndi edhe krenar, sepse familja ime dhe njerëzit e mi e kanë përballuar diktaturën me shumë sukses. I kanë qëndruar përballë, kur nuk janë lëkuar, kur nuk kanë bashkëpunuar me ta. Të gjitha tratativat për të bashkëpunuar me sigurimin kanë dështuar. Familja ime ka qëndruar kristal dhe për këtë ndihem mirë dhe jam ballar çfarë do që të bëhen. Sepse jo gjithë e kanë përballuar sistemin me dinitet. Nga gjitha ajo dosje voluminoze, Plumbi ndan një detaj domethënës që kishte shkaktuar ankth tek ata, sidomos tek gjyshi në emigrim. Janë gjetur në dosjen e sigurimit 10 letra që gjyshi ju shkruante apo ata ja çonin atij, të cilat nuk mbërrinin kurrë në destinacion, pasi sigurimi i shtetit i mbante dhe i arkivonte. Po në dosjen e sigurimit janë gjetë shumë letra që kur nuk kanë mbrit destinacion, që kanë mbrit mas 70 vjeç në shtëpi, në familje, nga posta që janë nga koha kur janë postu. Gjyshi ka nis letra nga Belgjika që s'kan ardhur kurrë, kanë ardhur vetëm kur mora dosjen. Ka nis nga Parisi, gjithë ato. Dhe i irritohej pse si kthejmë përgjigje. Dhe në herë për tyre thoshte,
pse nuk është koha me majt illnimin me mo gjithmonë që kam ike u kam lanë, pse s'më ktheni përgjigje, unë u shkruje, ju s'më shkruni. Në fakt, letrat nuk vinin, sepse janë gjetë në dosjet sigurime të gjitha që me shënimet përkatëse që ti mbahet, mos t'i dorëzohet familjes. Në këtë letër, dërguar bashkëshortes Bub Matoshi zbulon se prej 5 muajsh nuk merrte letra prej familjes, pavarësisht se ai ju shkruante vazhdimisht. Bute, kaluan 5 muaj që nuk kam marrë letër prej jush. Si është puna? Si nuk po shkruani? E unë po ju shkruaj vazhdimisht, e përgjigje nuk po marr. Bute, me datën 5 shtator 1958, ju kam nis me anën e Ministrisë Belgjikës 11.089 franga belge, shuma $220. Ju lutem, ma lajmëroni marrjen e tyne sa më parë. Por, as ai në Belgjik dhe as bashkëshortja në Shqipëri nuk e dinin se pengesë për marrjen e letrave dhe parave ishte vetë sigurimi i shtetit. Për dekada me radhë, këto letra, me shqetësimin e tyre brenda, flinin në dosjet e sigurimit të shtetit. Pëllumbi thot se në atë dosje ka hasur edhe një fakt tronditës, që dëshiron të ndaj me publikun. Është një fakt i zbuluar në një dokument zyrtar që daton në kohën e arratisjes së bujshme të burrave të Nikaj Mërturit. Është dokumenti që i lëshuar nga organet e sigurimit Tropojës, ku i kërkonte Tiranës zyrtare, Ministrisë Brendshme, skuadër pushkatimi, pas arratisjes gjyshit së bashku me 6 veta nga fshati, ku dosja skedohet për gjithë secili. Në dosjen e gjyshit tim është gjetë ky dokument që kërkoi skuadër pushkatimi për Nikaj Mërturin, se ndryshe ata nuk marrin vesh. Punët e partisë nuk ecin në këtë vend. Pëllum Dedndreja i thot se ishin të pafat, deri në fund të regjimit. Kjo pasi nuk mundon ta shohin të gjallë gjyshin e tyre, Bub Matoshin. Pak kohë para se të binte regjimi komunist, ai do t'i mbyllte syt në Paris pa mundur të shite sërish bashkëshorten e tij, fëmijët dhe sidomos pasardhësit që kishin lindur e rritur në mungesë të tij. Regjimi u soll në mënyrë të pashpirt me familjen tonë. Ne kishim ushqyer mbajt rezistencën, pranaj edhe psuam gjitha të disfat gjatë regjimit. Më në fund po vinte demokracia, por edhe kësaj rrallë fati nuk ishte nanën tonë, e sidomos të gjyshes time Bute Dedndrejaj. Me datën 7 maj të 90-s, Tirana vizitohet nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Javier Pérez de Cuellar, dhe nga qeveria e Tiranës merret premtimi për hapjen e Shqipërisë. Por nuk ishte e thonë që takohej me burrin e vet, me njeriu që e kishte prit aq shumë, me njeriu që kishte aq shumë mall për të. Sepse me 12 majt 1990 ai ndron jetë në Paris. Dhe varroset me datën 16 majt 90 në Paris, pas një familjar, pa i hedh kush një dorë dhe me një mall shumë të madh, pasi kur nuk ishin parë, e fëmijët e vet i kishin lanë shumë të vegjël, edhe gruan e vet me gjitha ato mundime, edhe ditën e fundit nuk u gjen pranë. Më pas, në 97-ën, unë shkova në Paris dhe i ktheva ishtrat e gjyshit dhe i varrosa pranë të parëve të vet në Sals, Nikaj Mërtur, duke mbyll në një farë mënyrë ciklin e vujtjeve të pamerituara të kësaj familje. Gjyshi i qëndroi besnik familjes gjatë gjithë kohës. Ai kur su martu, gjithmonë u kujdes për familjen, gjithmonë u munduat në ndihmonte familjen, ndërsa sigurimi e këto i kishin marrë gjithmonë. Edhe letrat nuk i lenin që të vinin në shtëpi, janë gjetë në dosjen e sigurimit. Edhe parat që ka çu shteti për shkollimin e fëmijëve, shteti belg dhe francez, asnjë nuk janë marrë nga familja. Me kthimin e ishtrave, gjyshja u gëzu shumë në fakt. Ç'është e vërteta, më thoshte sikur të ma ke pru gjallë. E kam pas mall tani jetën, kam vujt për të, gjithçka ja kam fal. Sot për mua është një gëzim, sepse e kam në varrezat e mia dhe kur do që të vdes kam u varros nga ti, si ditën që jemi nda. Më falëneronte duke më shiku e duke ju dridh buzët. I kam rrit fëmijët, thoshte si zogjtë e malit.
përballova regjimin, përballova gjithçka e vetme, por me shumë dinitet, kur nuk u përkula. E sot jam e gëzuar që liria po vjen. Komunizmi po merr fund, kjo e keqe për shqiptarët. Dhe unë jam e lumtur që të la ty mrapa në liri.